O ju musliman të ndershëm, ruajeni si sytë e ballit Kuranin e shenjtë. Ngrihuni të gjithë në këmbë të shpëtojmë librin e shenjtë, Kuranin famlar dhe mësimet e tij të bekuara. Ti shpëtojmë ato mësime për i kthetrave të dietarëve të paditur, që e kanë braktisur Kuranin dhe udhëzimet e tij të qarta me vetdije të plotë. Deklaroj sot me zë të lartë se ndjej një dhimbje të madhe dhe të papërshkrueshme për ditët e jetësime të quara dëm, për ditët e shpenzuara larg Kuranit dhe udhëzimeve të tij. Është detyrë e madhe sot për të gjithë trimat e ummetit që të drejtojnë thirrjet e tyre për shkollat e nderuara dhe për universitetet e muslimanëve që të kthehen fuqimisht te dimensionet e ndryshme të përfshira në udhëzimet dhe në mësimet e Kuranit famlar. Le të jetë mësimi dhe studimi i Kuranit në të gjitha aspektet e tij qëllimi juaj më i lartë. Kjo thirrje e sinqertë buron prej dëshirës sime të madhe që të mos pendoheni edhe ju në fund të jetës suaj, pasi t'ju kenë kaluar ditët e jetës dhe të përballeni me pamundësinë dhe pafuqinë e pleqërisë. Të pendoheni për të gjitha ditët e jetës suaj që i keni kaluar larg mësimeve dhe udhëzimeve të Kuranit. Të pendoheni për ditët tuaja të rinisë.